Sot në Gramsh u mbajt një protest nga prindërit e fëmijëve të infektuar me salmonel në kopshtin numër 1 ditën e djeshme. Instituti i Shëndetit Publik ka konfirmuar se nga analizat e kryera ndaj 79 fëmijëve dhe stafit në kopshtin e Gramshit, të paktën 14 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me Salmonella enteritidis. Prindërit kërkuan transparencë dhe masa të menjëhershme për të garantuar sigurinë ushqimore. Para një javë fëmia del nga kopshti me temperaturë, me dvjella, me bark. 72 orë fëmia ishte berdylli verdh, edhe s'kishte informacion se çfarë ishte çfarë. Serume, më shumë se 72 orë intensive. Pastaj gjëna përmirësohet pak më mirë. Nuk kishim terr informativ se çfarë ishte. Pra nuk e thanë gjë në spital kur u fëmia? S'kishim informacion, nuk kishim informacion. Ju keni qenë rasti i parë? Unë kam qenë rasti i parë. Dolën ato analizat, pastaj u troqën e mjekojnë në shtëpi fëmijë. Kam një fëmijë që ka dalë pozitiv. Përgjigjen e kam marrë dje pas disa sherreve te kopshti, nga kopshti tek infektivi aty. S'na jepnin përgjigje duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja, e kishim për ta marrë që të shtunën para dite, nuk e morëm. Edhe dje me gjitha i debat që bëm me zi e mora, me sa kemi dëgjuar në kjo është një smundje ngjitse, dhe përdesa është një smundje ngjitse duhet kishte një dikush, të paktën nga infektivi nga spitali që na orientonte të na thoshte që kjo duhen këto masat të mera, se ne kemi edhe njerëz të tjerë në shtëpi, nuk kemi vetëm me një fëmijë dhe që kështu. Mia ime ka qenë martën që është infektuar, fal mjekës që na dha ilaçin dhe është mjekuar, tani është disi më mirë, po prapë dhimbjet vazhdojnë, ka rënë temperatura, po dhimbjet e barkut vazhdojnë akoma dhe nuk e dim sa do sjasin. Ndërkohë, njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Gramsh me anë të një emaili konfirmon përhapjen e infeksionit me salmonel në kopshtin numër 1 të qytetit. Ajo i bën thirrje të gjitha qendrave shëndetësore dhe spitalit bashkiak për bashkëpunim të ngushtë dhe raportim të menjëhershëm të çdo rasti të dyshuar. Kurse kryetari i Bashkisë së Gramshit, Besion Ayazi, në deklaratën para mediave u shpreh se nuk kemi të bëjmë me rast masiv. Ky është rasti i parë që na ka ndodhur. Ne nuk e dim ende për shkak edhe të një hetimi epidemiologjik që nuk ka përfunduar, por edhe të një hetimi penal që ka nisur dhe nuk ka përfunduar. Ne nuk i dim as autorët as shkaqet. Jemi vetëm në alert për gjendjen shëndetësore të voglushve, sepse ajo na intereson pikë së pari. Fatmirësisht nuk kemi të bëjmë me një rast masiv, pra fal Zotit, ato që kolegët tuaj, se s'po them ju, po kolegët tuaj kanë shpërndarë në media, nuk janë të vërteta, pra nuk ka catering, ka gatim me kushte të mira, shumë të mira higjieno-sanitare, nga vetë stafi i kopshtit. Nuk ka helmim të 72 vetave, por vetëm 14 raste të konfirmuara. Nuk ka 72 të shtruar, por vetëm 6 të shtruar me orë dhe të larguar në shtëpi për shkak sepse gjendja e tyre është përmirësuar sipas informacionit nga spitali.